Kur e kanë marrë pushtetin klerik në Iran në vitin 1979, njëri për argumenteve kryesore të në është konë se nuk ka kuptim një popull me ju nënshtru një familjes Pahlavi. Pra, si mas tëne, nuk ka kuptim vendin me udhëheq her baba her i biri. Mullat kanë premtu që kur këta ta marrin pushtetin, të tablohen pushtet, atër pozita liderit suprem nuk ka me u bart prej babës të djali, po ka me u bart me u trashegu me merita, kryesisht kush ka me ma shumë merita religjioze. Dje këshilli ekspertve në Iran, a i këshilli që e zgjedh liderin suprem, i ra pishman këti parimi. Për ndryshe zakonisht, njerëzit flasin për parime, për etik, veç kur janë në opozit. Pushtetit shtin me i ra pishman krejt seneve që i ke thonë, edhe kjo rregull nuk vlen veç në Iran. Nëjse, një javë masi që u vra Ayatollah Ali Khamenei, këshilli ekspertve e zgjedhi djalin e dytë të Alis, Mohtabën, 56 vjeç, lider suprem të Iranit. Duke u bon kështu i treti lider suprem prej vitit 1979, i pari është kon Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ayatollahi Khomeini ka vdek në vitin 1989, duke u zavencu prej këtij që vdiq, Ali Khameneit. Khameneit, i Rameneit gat, i Rameneit lider suprem plot 37 vjet. Zgjedhjen e liderit 3 suprem këtu e prit në ankth e gjithë bota, sepse dëshin me ditë çfarë rrugë po don me zgjedh Irani. Duke ditë që midis luftës, a don me zgjedh liderin e ri suprem, që është më i moderum, a dojnë me vazhdu rrugën e njëjtë, radikale, konfrontuese, fyta fyt me Amerikën. Nëse e këshirim teknikisht, mujna me konstatu lirisht që duke e zgjedh Mohtabën, djalin e Alis, lider suprem, Irani po don me sfidu Amerikën e Izraelin, duke i qu mesazh që nuk e kena njet me ndryshu. Pra duke i qu mesazh të luftës, të vazhdimit luftës. Trump ka deklaru javën e kalume që nëse Irani e zgjedh dikën, pa pëlqimin e tij, kanë me vra qyshe kanë vra liderin e fundit suprem. Për ndryshe, dje gjendja në Tehran është kon apokaliptike, është kon e tmerrshme. Izraeli ka sulmu disa stacione të rezervave të naftës, duke e bon Tehranin pothuajse të pajetueshëm, prej tymit madh edhe prej flakës. Fotografit janë kon sikur prej ndaj filmi të tmerrshëm. Axios ka raportu që për herë të parë Amerika është kon e frustruar me Izraelin. Izraeli para se me sulmu në Iran, duhet patjetër mi raportu Amerikës se çka ka ndërmen me godit. Sipas Axiosit, Izraeli i ka tregu Amerikës që don me i godit rezervat e naftës, po nuk i ka tregu se në ato rezerva ka qas shumë naftë sa tymi mundet me u pa edhe prej gjithësisë, prej hanës. Administrata Trump i ka thonë Izraelit, tashetut jemi i nalë këtë lloj sulmesh edhe me u fokusu vetëm targetet pastra ushtarake. Administrata Trump i ka thonë gjithashtu Izraelit se ky lloj sulmi ndikon psikologjikisht në rritjen e çmimit naftës në bursë. Sot për herë të parë, çmimi i naftës në bursë ka shku rreth $115 para fillimit luftës, është kon 60 deri në $70 për barrel. Nëse luftimet vazhdojnë, nëse ngushtica e Hormuzit vazhdon më kon më shumë e bllokuar se sa e hapun, ekspertat parashikojnë që çmimi për barrel ka më shku $200, që i bjen në Kosovë më shku më shumë se €2. Pas sulmeve djeshme në Tehran, Irani ka reaguar të i thonë që tash edhe ata kanë të drejtën e botës me i sulmu rezervat e naftës në vendet arabe. Kjo kish me shkaktu kaos global, kurse Trumpit kjo po i dhem se në Amerikë çmimi ka fillu me u rrit në pompat benzinës. Nëse çmimet vazhdojnë me u rrit, atëherë gjasat që republikanët me i hub zgjedhjet nëntor janë ekstremisht mëdhaja. Edhe ashtu amerikanët nuk janë të mbështet Trumpin këtë luftë. Vetëm 25% e amerikanëve i kanë thonë puna marrë në luftë. Trump shpreson që ka me arrit shpejt qëllimet e dëshiruara, brenda 4-5 javëve tashme, edhe banorët e Amerikës e harrojnë luftën. Problemi më i madh i Trumpit është që edhe Irani po e din që Amerikës po i ngutet, po e din që Trumpit
kjo luftë mundet me i shkaktu me humbjen e zgjedhjeve. Prandaj, po janë në gjendje me vujt pak ma shumë, veç edhe Trumpi me i hub zgjedhjet. Kthehemi tash edhe pak te Ajatollahi i ri, te lideri i ri suprem. Lideri i ri suprem në Iran është edhe shef politik, edhe shef religios, pap i Iranit. Irani ka dhe president që zgjedhet nga populli, mirë po, kompetencat e presidentit vazhdojnë deri aty sa ja mermenja me jalon liderit suprem e kjo posaçërisht tash në gjendje të luftës. Mojtaba Hamenei, qysh e tham, është djali i dytë i Alis, i të ndjerit, ky ku i ka pas 17 vjet, ka marrë pjesë në luftën Iran-Irak në vitet e 80-ta në një njësi elite të gardës revolucionare. Kur baba i tij është zgjedhur lider suprem, Mojtaba i ka nejt babës afër, duke ja mojt kontaktet me gardën revolucionare, mirë po dhe kontaktet me botën e nëntokës. Gjithashtu për dallim për i babës, që kur është zgjedhur lider suprem nuk e ka pas titullin Ajatollah, Mojtaba e ka këtë titull. Ai ka studiu për religionin në qëm, akum, quheni qysh doni këtë vend të shajt për shijat, i cili është edhe qendër e arsimit fetar. Përndryshe familja Hamenei e kanë edhe titullin Seide, që është titull që kallëzon lidhjen direkte të gjakut me familjen e profetit Muhammed, respektivisht motrën Fatimen edhe dhondrin Alin. Lideri i ri suprem, pra ky që u zgjedh, besohet që i takon gjeneratës 39 prej çikës Fatimes. Se a është një klerik iranian lidhje direkte të gjakut me familjen e profetit ajo, shenja dalluese vizibile është turbani që e mon kry. Ata që kanë lidhje të gjakut kanë turbanzi, ata që nuk kanë lidhje të gjakut po janë klerik të nalt, kanë turban të bardh. Pra parimisht menohet që Mojtaba ka me konë në rrjedhoje politikave religjioze të babës të vet. Pra radikal. Ndonë se ekziston edhe një opinion tjetër që thot se ndoshta kena me pa ndryshim të kursit, ka me uzbut kursi. Simas këtij opinioni, mënyra vetme për me ndryshu kursin radikal është konë duke e zgjedh një djalë të liderit vram. Kushdo tjetër që i zgjedh ish rreziku nëse kish këqyr me uzbut, sepse garda revolucionare është shumë e fortë, është shumë radikale. E Mojtaba besohet që ka kredibilitet mjaftueshëm sa me i thonë generalëve të gardës revolucionare, burra po ndryshojnë pak se dojna me shku për lesh. Një njës i mirë i jetës Mojtabës ka folë për New York Times e aty ka thonë që Mojtaba ka me provu me e bon senin e njëjt që po e ban në Arabi Saudite Mohammed bin Selmani, i cili është i derës Saudit. Princi Arab po bën ndryshime rrajsore politike në Arabi Saudite, duke liberalizu shtetin edhe shoqënin prej dogmes mykun, mija vjeqare vjetër. Po du me besu që nëse senin e njëjtë e bën edhe lideri i ri suprem i Iranit, pra Mojtaba, atëherë kena me pa zhvillime pozitive të jashtëzakonshme në lindjet mesme edhe në krejt botën, duke e ditë se sa shumë reflektojnë këto kriza në 4 qyshet e planetit tonë. Sponsorët e emisionit tem janë Riga Farm, kompania më e madhe farmaceutike në Kosovë, është Jysk Kosova, është Kafe Pavin, Buzhala Estate, Holiday Inn, i cili është rezervë turistike dhe ndërtimor në Shenzhen.